Përderisa partitë politike e kandidatët e pavarur po shfrytëzojnë orët e fundit të fushatës zgjedhore për të prezantuar projektet e tyre, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka shpërndar materialet zgjedhore në të gjitha 80 komisionet komunale zgjedhore dhe në qytetin e Shkupit. Një total prej 4.613.438 fletvotime u shtypën për zgjedhjet e kryetarëve të komunave dhe të këshilltarëve. Fletvotimi më i gjatë është gjysmë metri dhe të gjitha janë prodhuar me standarde të larta sigurie dhe elemente mbrojtëse me qëllim të sigurimit të fshehtësisë së votës. Lista e votuesve përfshin 1.832.415 votues, të cilët do të votojnë në 3.480 qendra votimi. Nga këto 6 nuk do të jenë të hapura pasi që nuk ka banor me të drejtë vote në ato komuna. Доверливиот изборен материјал се состои во сите испечатени изводи на избирачките списоци, испечатени изводи на оригиналните образци, односно записници за секој избирачко место и секоја општинска изборна комисија, како и сите гласачки ливчиња. Имаме околу точно 254.262 испечатени страници на избирачките списоци и посебните изводи на избирачките списоци. 8.692 образци, тоа се записници, оригинални записници за како доверлив изборен материјал за утврдување на изборните резултати и 8.330 примероци на Браево писмо. Përveç fletvotимeve, komisionet zgjedhore komunale po marrin edhe materiale të tjera zgjedhore si ekrane, pajisje për lexim të dhënave biometrike dhe materiale të tjera të nevojshme. Procesi do të monitorohet nga vëzhgues të partive politike, organizata të shoqërisë civile dhe institucione ndërkombëtare, me qëllim të garantimit të transparencës dhe rregullsisë së procesit zgjedhor. Shpërndarja u krye nga 17 ekipe të KSZ-s dhe transporti i materialit të besueshëm zhvillohet në masa të shtuara sigurie me prani të policisë. Nga Ministria e Brendshme thonë se janë përgatitur që procesi zgjedhor të zhvillohet në ambient të sigurt dhe për herë të parë përdoren edhe dronët e policisë si vëzhgimi vendvotimeve nga ajri. Согласно направените проценки и воспоставените планови, на денот на изборите полициските службеници ќе бидат присутни во близина на локациите на избирачките места, како и на клучните сообраќајни точки, со цел зголемена ефикасност и навремено откривање на можни нарушувања на јавниот ред и мир. Безбедноста на граѓаните ќе биде гарантирана со стандардните материјално-технички средства, мобилни тимови и пунктовско работење, а ќе се користи и современа технологија дронови за воздушна контрола со цел побрза реакција и превземање на соодветни мерки и активности во случај на инциденти. Ministria e Brendshme u bën thirrje të gjithë qytetarëve dhe partive që të kontribuojnë në një atmosferë paqësore dhe demokratike, të respektojnë udhëzimet e zyrtarëve të policisë dhe të përmbahen nga çdo aktivitet që mund të prish procesin zgjedhor. Gjatë ditës së zgjedhjeve, Ministria e Brendshme do të informojë publikun në kohë reale për zhvillimet e procesit zgjedhor.